Përshëndetje miq. Në këtë video do flasim në lidhje me thonjt. Dhe është një temë në fakt që ndoshta femrat mund të kenë më shumë interes, por edhe për ju që jeni meshkuj, mund t'ia dërgoni këtë video mikeshave tuaja, që nis femërore në jetën tuaj, që ndoshta mendoni se mund të ketë nevojë për këtë informacion. Do të flasim në lidhje me faktin se si dhe pse vendosa që të mos i bëjmë më thonjt me xhel. Dhe ne të gjithë e dimë që jemi në një kohë ku të themi të drejtën, kjo duket si diçka normale, pra që të bësh thonjt, sepse edhe vetë në fillimet e mia, më duket sigurisht e thjesht kujdes ndaj vetes. Pra të tregosh kujdes ndaj vetes, të kesh thonjt të rregull dhe të ndoshta ndonjëherë të zbukurosh, pra është thjesht çështje, si mund të thuash, si trendet e shumta që dalin në shoqëri. Por, në një moment të rrugtimit tim, mu desh që unë të filloja pianon, sepse e kam patur ëndër fëmijërie dhe vërtet më pëlqen vërtet shumë si instrument. Më pëlqejnë të gjithë instrumentat në fakt, por fillova pianon. Dhe çdo gjë ndodh për një arsye, prandaj po e them dhe si histori. Dhe në fillim e kuptova dhe vetë në fakt, por edhe mësuesja më tha që nuk mund të luaja dot në piano me thënë të gjatë, apo jo, duheshin thonjt të shkurtër. Dakor, tu përpoqja, duke i shkurtuar pak nga pak, sepse është pak e vështirë në momenti që ju vërtet e don diçka, po thjesht ju është bërë fiksim, nuk është se kishte lidhje me faktin që isha e dashuruar pas tyre, por thjesht ideja që ju është bërë si rutinë dhe nuk e keni provuar ndryshe, pra ju është bërë diçka normale. Dakor, dhe kuptova që duhet i hisha fare thonjt. Dhe e bëra. Me mendimin që ndoshta pasi unë ta mësoj pianon dhe pasi ti je mirë në të, mund t'i bëj përsëri dhe thjesht her pas here, apo kur mund të kem nevojë për ndonjë rast, apo nuk e di se çfarë. Thjesht kjo më bëri që të mendoj, okay, nuk është se s'do t'i bëj më kurrë. Dakor. Në momentin e parë, fillova të ndihem shumë mirë. Dhe fillova ishte e çuditshme, por që fillova të prek çdo gjë me pjesën e gishtërinjve, sepse kur ke thonjt të gjatë, nuk mund t'i prekësh çdo gjërat me këtë pjesën brenda të mishit, nuk di se si ta quaj. Mund t'i prekësh thjesht me këtë, pra me pjesën poshtë. Dhe fillova të prek çdo gjë me këto pjesë të mishrave, madje edhe mackën, maçokun tim. Fillova ta ndjej lëkurën e tyre të butë, fillova të ndjej çdo gjë, pemët, lulet. Teksa bëja punë të shtëpisë, fillova që çdo gjë ta ndjej me gishtërinë dhe duket sikur sapo kishe filluar jetën diçka e tillë. Dhe ishte një eksperiencë shumë e magjishme. Dhe po mendoja që vërtet si mund të kisha këtë periudhë, me thënë që nuk e përjetoja këtë lloj ndjesie, sepse kjo vërtet ju ndihmon që të ndiheni në lidhje me çdo gjë përreth jush, me trupin tuaj, me të tjerët, në momentin që e prekni, ju krijoni kontakt dhe kjo ju bën të ndiheni të toksuar dhe të krijoni lidhje me këtë gjë. Dhe vërtet ta ndjeni, qoftë edhe tasket apo notat e pianos, ti ndjeni teksa ju i luani. Dhe ishte vërtet shumë e bukur, që në momentin e parë, pra nuk mendova as pak. Madje u lumturova, edhe pse përsëri qëndronte ajo dëshira që hënse ndoshta i bëj ndonjëherë. Dhe gradualisht kuptova që dhe në një mënyrë, domethënë të magjishme, më dilin dhe informacione në lidhje me thonjt, që thonjt janë mënyra se si trupi komunikon me ne në momentin që kemi mungesa vitaminash, në momentin që kemi diçka në organizmin ton. Dhe në fakt bën sens, sepse trupi ynë komunikon me ne. Dhe nëpërmjet ndjesive që ne kemi një dhimbje në gjuhë, kemi një dhimbje koke, është mënyra se si trupi komunikon në lidhje me diçka. Qoftë një problem shëndetësor, qoftë një aspekt energjetik, që kemi marrë energjitë të tjerëve, që jemi mbi ngarkuar, që kemi një disbalancë emocionale apo kemi një bllokim energjetik në një çakër X, pra këtë mund ta ndjejmë nëpërmjet simptomave që ne kemi në jetën tonë, në trupin tonë. Dhe thonjt janë njëra prej tyre që ne na ndihmojnë të kuptojmë në lidhje me vitaminat, me aspekte të ndryshme shëndetësore, se çfarë ne mund të kemi. Dhe aty kuptova që thonjt e mi kishin nevojë për të marrë frymë, kishin nevojë për të ndjerë ajrin dhe çdo gjë që na rrethon. Dhe ndoshta e gjithë kjo eksperiencë e bërjes së thonjve ka qenë shumë traumatike për to, saqë mu desh shumë kohë që ta merrni veten. Sepse vërtet po ta mendoni, është
Si dikush t'ju ushtroj juve shumë presion, pra në thojnë që bëhet me lim, hiqen kutikulat, që në fakt nuk është e shëndetshme, por thjesht për të dukur pjesa e xhelit bukur apo jo. Dhe hiqen kutikulat në një mënyrë ndoshta shpeshherë edhe të dhunshme, që mund të duket për thonjë, pra vendoseni veten në vendin e thonjë, si do të ndiheshit ju. Dhe më pas izolim total. Dhe pas këtij izolimi do të bëj një izolim tjetër dhe një proces tjetër traumatik. Pra ishte diçka që vazhdonte çdo muaj. Përveç aspektit të kimikateve më pas që mund të kenë këto xhelera dhe produkte që përdoren, të cilat nuk janë të shëndetshme, e të tjerë të tjerë. Dhe kjo është si një aha moment për mua që më pas vendosa që nuk do t'i bëj më kurrë thonjt me xhel. Sepse, në fillim vendosa që pra për t'ja përqevim vetes, mund t'i bëja me manikyr shpeshherë, sado që nuk është ai i shëndetshëm, por është shumë herë më mirë se sa xheli. Dhe me ngjyra nga më të ndryshme që thjesht ndihesha mirë, por erdhi një moment përsëri që vërtet e ndjeva që një herë në kaq duhet i lini thonjë thjesht pa gjë. Unë në këto momente thjesht i kam bërë me një lloj ushqyesi që ka pak shkëlqim, por është me fruta dhe me vitamina, sepse thjesht e ndjeva të arsyeshme që thonjtë e mi ka nevojë për këtë lloj trajtimi. Dhe këtu kuptova që të kesh kujdes ndaj vetes nuk do thotë të shkosh të bësh thonjt, apo të vendosësh 1001 gjëra fallco tek vetja jote. Por do thotë që të dëgjosh veten tënde, çfarë ndihet mirë dhe çfarë nuk ndihet mirë. Të dëgjosh shenjat që trupi komunikon dhe ta respektosh trupin kështu siç është. Kështu siç është krijuar dhe me kutikulat që thonjt janë krijuar, sepse ato janë vërtet shumë ushqyese dhe mbrojtëse ndaj thonjt. Dhe po ashtu, siç ju do të doni që të kishit mundësi të merrni të frymë, të ishit të lirë, të kishit dashuri në jetën tuaj, po njësoj në këtë rast me që po flasim për thonjt, por kjo mund të aplikohet në çdo gjë në trupin tuaj, në veten tuaj. Po njësoj edhe thonjt kanë nevojë për atë vëmendje, për atë dashuri, për atë mundësi që të marrin frymë lirisht. Dhe pyetja është, apo ja jepni ju këtë? Dhe kjo video në fakt do ta sqaroj që nuk ka të bëjë me faktin që unë po ju them mos i bëni thonjt. Është thjesht perspektiva ime, rrugtimi im, me synimin e pastër që ndoshta të ndihmoj dikujt për jush, që ndoshta dikujt për jush t'i bëj sens, sepse edhe unë po të themi mund të kem qenë e verbër gjatë asaj kohe që thjesht nuk e kuptoja. Deri në momentin që ndodhi kjo gjë. Dhe ndoshta edhe për ju, ndoshta nuk e kuptoni. Por thonjt tuaj mund të jenë duke ju komunikuar këtë energjetikisht me ndjesitë tuaja që ndoshta pse mos t'i lëni njerëz të marrin frymë. Dhe sigurisht aty janë, mund të shkoni t'i bëni përsëri, por mund ta provoni një herë. Dhe thjesht ndoshta të bëni një pauzë të shkurtër. Dhe nuk është se dua të ndryshoj mendjen as pak, është thjesht një perspektivë, ju mund të keni perspektivën tuaj, do doja shumë të njihesha me të, do doja shumë të dija opinionin tuaj në lidhje me kaq sa folëm. Dhe shumë faleminderit. Shihemi në video tjetër, mirupafshim.